procedurës kombëtare të auditimit që jemi edhe këtë vit, si vitet e kaluara, një ndër 5 komunat që kemi raport pozitiv apo nuk kemi opinion të kualifikuar të kësaj zyre. Disa nga projekte të rëndësishme që do të vazhdojmë të ndërtojmë në komunën e Klinës, mund të listoj ndërtimi i tranzitit të komunës e Klinës, që është një projekt që ka filluar vitin e kaluar, është bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe ka vlerën prej 8.5 milion euro, i cili projekt do të përfundojë në fund të vitit të ardhshëm. Projekt tjetër kemi parapar hartimin e projektit teknik për ndërtimin e impjantit për trajtimin e ujrave të zeza, që bazuar në një parafizibilitet të cilin e kemi realizuar, do të ka vlerën për 10 milion euro, dhe për këtë projekt vërtet do të duhej që të kemi mbështetjen e buxhetit të konsoliduar të Republikës Kosovës, por në të njëjtën kohë, nëse nuk do të kemi mbështetje, ne do të fillojmë me ndërtimin e këtij projekti gjatë mandatit të ardhshëm, sepse është e vështirë që komunat sigurojnë ndoshta buxhet komplet për ta realizuar brenda një mandati qeverisës, ose vetëm të koncentrohemi në këtë projekt. Do të ndërtojmë një fabrikë për ujë të pijes me një kapacitet prej 200 litra në sekond, e cila është edhe rekomandimi numër 2 i Komisionit Ndërministror të themeluar nga kryeministri Kurti, dhe i cili rekomandim do të realizohet gjatë mandatit të ardhshëm. Do të bëhet ndërtimi i 4 impjanteve për trajtimin e ujrave të zeza, impjante biologjike. Kemi ndërtuar deri më tani. Kryetar, do të kthejmë mu me këtë temë, me që e patëm këtë 3 minutë që fillestar. Thash nga regjia ta kemi atë zërin se nuk po e dëgjojmë, po. Besoj në rregull jemi që të nisim temat veçanta. Kryetar, me që ishim në përmbyllje me infrastrukturën, do ta nisim me infrastrukturën edhe në çështjen e intervenimeve të para. Këtu do të keni mundësi dhe të replikoni me njëri tjetrin. Këtu nuk do të matet koha, por besoj me respekt ndaj njëri tjetrit do të mund t'i shtjellojmë edhe të debatojmë mbi këtë temë. Kështu që po e nisim me infrastrukturën fillestare dhe po e nisim me juve, kryetar. Intervenimi i parë që e përmendet, çështjen e fabrikës së ujit, pra problemi ekziston edhe më tutje me ujin e pijes, problemi ekziston edhe më tutje me ujrat e zeza. Cili do të jetë intervenimi i parë, çfarë do të mund të bëhet, sa mund të jetë kostoja, çfarë mund të plotësoj nga buxheti vetanak dhe kërkohet në fakt një ndihmës nga qeverisja qendrore. Urdhro. Gjithsesi, ne kemi planifikuar që të kemi 200 litra në sekond kapacitet shtesë, sepse tani është në përmbyllje të sipër një projekt për rreth 80 litra në sekond, i cili projekt këto ditë është finalizuar dhe është në momentet e kryerjes së analizave të nevojshme nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, dhe pritet që 80 litra në sekond të jenë që nga këto ditë në shërbim të qytetarëve të komunës Klinës, por nga Komisioni Profesional, si rekomandimi i dytë, ka dalë që të ndërtohen edhe 200 litra në sekond kapacitet i ri. Burimi i ujit do të jetë burimi nga akumulacioni i drinit